Do të qëndrojmë në Beograd për protestat masive të studentëve, atje do të zhvillim një bisedë me analistin zotin Lulzim Veliu. Përshëndetje zoti Veliu. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Si keni parë protestat masive të studentëve në Serbi dhe pse kjo pakënaqësi kaq e madhe? Po, protestat e studentëve dhe qytetarëve në Serbi është një periudhë gjatë kohore që tani më janë duke u zhvilluar dhe fillimisht nisën me një pretekst pras rrëzimit të një stacioni të autobusit në qytetin e Novi Sadit, për të vazhduar pastaj gjithnjë e më tepër për të ardhur drejt një incident tjetër që ndodhi me një shtëpi të moshuarve e cila u dogj dhe pastaj të gjitha këto protesta shihet qartë se kanë një pretekst politik, nuk kanë të bëjnë as pak me ngjarjet e ndodhura, po janë kryesisht me pretekst politik kundrejt një qeverie, një sistemi, një presidenti shumë autoritativ që ka pasur presidenti Vučić tash sa vite, pra që nga mandati i tij i parë diku në fillim të viteve të 2000 dhe po shihet qartë vendosmëria e tyre për të ndryshuar diçka në drejtimin e shtetit të tyre. Mirë po, sa do të jenë suksesshme dhe sa do të shkoj në anën e duhur, në drejtimin e duhur, është pak për të besuar, pasi në të gjithë spektrin politik në Serbi, duke parë pjesën atyre që janë në pjesë të parlamentit, nuk kemi asnjë forcë me të vërtet progresiste dhe përparimtare që synim ka integrimin e Serbisë në strukturat euroatlantike apo drejtimin e saj ka bashkimi evropian, por në shumë raste forcat e tjera politike që renditen pas Vučićit dalin se janë edhe më ekstreme kundrejt bashkimit evropian, por edhe kundrejt situatës dhe asaj që ne na intereson më shumë pra Kosovës, dhe është pak për të besuar se edhe në qoftë se do të kemi ndryshim, do kemi ndryshimin e duhur që do t'i ndihmonte Serbisë fillimisht e pastaj edhe gjithë rajonit. Edhe gjithë rajonit për një arsye të vetme, pasi se Serbia është njëra nga vendet më të fuqishme ekonomike në Ballkanin Perëndimor, por edhe ushtarake. Dhe për këtë dhe kjo e bën që e gjithë ky intensitet i protestave dhe i gjitha zhvillimet e fundit në Serbi të jenë të ndriqen me interesim edhe nga vendet e rajonit, pra pikërisht edhe nga Shqipëria e Kosova. Sa rrezikon Vučić nga këto protesta? Mendoni se pushteti i tij është duke u lëkundur mjaftueshëm dhe ndoshta mund të jetë drejt fundit? Po, është shumë e natyrshme që protestat në të cilat flet pjesëmarrje prej 200.000 qytetarësh, normal që rrezikojnë çdo pushtet, jo vetëm Vučićin, por edhe çdo pushtet tjetër qoftë edhe më autoritar. Mirë po, përveç asaj, ne shohim që në këtë rast kemi edhe kundër protestues apo njerëz të cilët janë në mbështetje të Vučićit dhe kanë rrethuar selinë e presidencës dhe po mundohen të bëjnë të pamundurën që forcat e demonstruese të arrijnë dhe të kalojnë kordonin. Por sido që të jetë, është një situatë të jetë të tensionuar, një situatë me rrezikshmëri të lartë dhe një situatë që edhe mund të eskalojë. Në këtë rast, unë mendoj se të gjitha vendet në rajon e posaçërisht Republika e Kosovës duhet të jetë shumë e vehementshme në ruajtjen e tërësisë territoriale, në vëzhgimin e gjithë asaj çfarë po ndodh, për arsye se politika e Vučićit është ajo që për të shpëtuar veten dhe rolin e tij, pra pozitën e tij si president, mund të marrë ndonjë kundërveprim në Kosovë të ngjashëm me rastin e Banjskës për të tërhequr vëmendjen nga ajo çfarë po ndodh në Beograd. Ju i trembeni mundësi se mund të përsëritet përsëri njëjti rast? A keni informacion se mund të kemi përsëritje të rastit të Banjskës? Sipas disa informacioneve të dëgjuara jo të konfirmuara mirë, flitet se mund të ketë ndonjë rast apo ndonjë sulm të rastit të Banjskës
Mirë po në këtë rast thuhet se sulmet e tilla mund të ndodhin edhe brenda territorit të Serbisë. Çka do të thotë jo në Kosovë. Mirë po ne si qytetarë të Republikës së Kosovës dhe si qytetarë shqiptar na intereson çfarë po ndodh me tërsinë tonë territoriale dhe për këtë arsye unë do të kisha preferuar të forcat e sigurisë së Kosovës, të gjitha institucionet mbrojtëse të Republikës së Kosovës, duke filluar nga Agjencia e Inteligjencës, se në këtë rast dhe këtë situata të jemi të vëmendshëm dhe të jemi në krye të detyrës. Kush i nxit këto protesta dhe cili është roli i opozitës në këtë mes? Po me sa shifet gjithë kjo protest është zhvilluar dhe është udhëhequr nga studentët në Beograd. Opozitës nuk i është lënë vend hapësirë e madhe që të dalin dhe me thirrjet apo parullat e tyre politike. Pra e gjitha ka shkuar më tepër nga shoqëria civile, nga studentët, e shumë më pak nga forcat politike dhe sipas disa informacioneve, apo sipas disa të thënave edhe nga vetë presidenti i Serbisë, thuhet se të gjitha këto shtyhen dhe nxitjen e kanë nga jashtë vendit. Pra ka pretendime se dikush jashtë Serbisë është interesuar për ndryshim të pushtetit në Serbi. Një gjë të tillë unë personalisht e mendoj më shumë interesuar se Rusia dhe presidenti Putin nuk mund të jetë askush pas disa marrëveshjeve të arritura nga presidenti serb aktual me Bashkimin Evropian, me vendet e Bashkimit Evropian, fillimisht me takimin e tij me Scholzin për mineralet apo që është bërë një marrëveshje, pas asaj kemi edhe marrëveshjen e Vučićit edhe me presidentin Macron, dhe si duket kjo gjë e tillë sikur nuk i shkon për shtati Rusisë dhe Putinit, dhe për një gjë të tillë është shumë i pakënaqur dhe ka shumë mundësi që gjithë kjo zhurmë dhe gjithë kjo protestë të shtyhet dhe të ketë ndikimin nga Rusia. Mendoni se Serbia do të shkojë drejt një rotacioni politik? Po është e vështirë për të thënë pasi situatën. Unë mendoj se gjithçka, apo jo gjithçka, por shumë më tepër nga ajo çfarë do të ndodhë, do ta kuptojmë sonte në ndërmjet pas mbarimit të protestave, të cilat tani më thua se kanë filluar, është paralemor 13 nëse nuk po gabohem. Gjithçka mund të kuptohet pas asaj se sa të dhunshme do të jetë, sa do të jetë fuqia e tyre dhe deri në çfarë mase do të arrijnë ato. Pasi ditë më parë kemi pasur një thirrje nga presidenti serb Vučić që të mos shkojmë në protesta, të shkojmë në zgjedhje të parakohshme, diçka që u duk se nuk ishte e pranueshme për protestuesit, ndërsa sot në mëngjes në një deklaratë e tij presidenti serb tha se nuk do të kemi as zgjedhje të parakohshme, por duhet të shkojmë deri në mbarimin e mandatit të plotë. Gjithçka mendoj se pas zhvillimit të gjitha protestë, pas mbarimit apo mbylljes së protestës së sotme, mund të kemi një epilog më të qartë se si do të vazhdojë gjendja. Si mendoni, si ndikojnë këto protesta në Serbi tek vazhdimësia e dialogut me Kosovën? Po, çështja e dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë nuk ndryshon në asnjë moment pa marrë parasysh nga cila forcë apo drejtohet Serbia. Dhe situatat e tilla unë jo që nuk do ta ndihmojnë, por përkundrazi ndoshta do të shkaktojnë vonesat e tyre. Pastaj një gjë duhet thënë dhe nuk duhet presim shumë se me ndryshimin që mund të vijë do të kemi një përparim kundrejt Kosovës, pasi një pjesë e madhe e protestuesve të djeshëm u panë që në rrugtimin e tyre kishin me veti flamurin serb me hartën e Kosovës dhe në këtë mënyrë mundohen të shprehin atë ndjenjen patriotike ndaj vendit dhe edhe ndaj territorit të Republikës së Kosovës. Kështu që e gjitha çfarë mund të ndodhë, do të kemi shtyrje, ndjecje të gjitha saj, pasi negociatat nuk mund të vazhdohen në situata kur është e tensionuar dhe kur ka problematika të tilla. Për momentin në Kosovë ende nuk e kemi qeverinë, domethënë kanë mbaruar
zgjedhjet, sot ka dalë rezultati përfundimtar i tyre, pritet pra krijimi i qeverisë, kurse në anën tjetër kemi qeverinë, kemi presidencën, por kemi një situatë tjetër të trazuar e cila në fakt e pamundëson zhvillimin normal të dialogut, edhe pse për javën e ardhshme është paralajmëruar një vizitë e të emëruarit Bashkimit Evropian për dialogun zotit Petersen në Kosovë, dhe me sa pash unë një nga pikat e para që ai dëshiron ta diskutoj është çështja e të pagjeturve, gjë që unë e vlerësoj shumë pozitive, pasi që një gjë e tillë është dashur të ketë mbaruar si proces dhe familjarëve të ju jenë kthyer kufomat apo eshrat e atyre që kanë humbur jetën gjatë konfliktit të fundit, të cilët e vuajnë tash 25 vite dhe nuk e kanë një vend ku ata do të ju drejtoheshin të afërmve të tyre. Dhe në pyetjet fundit për Kosovën, zoti Velio, si e shikoni koalicionin qeveritar nga zoti Kurti? Në momentin deri më tani nuk kemi një koalicion, por sido që të jetë në Kosovë nuk do të ketë mundësi të krijimit të qeverisë nga një parti, pra do të jetë të detyruar me patjetër të prandaj ju pyeta. Do të krijohet një koalicion. Deri me tani nga partia fituese Lëvizja Vetëvendosje nuk është se kemi pasur indikacione se me kënd do ofrohet apo do të kemi një koalicion, e nuk kemi pasur as lidhje të ndërsjellta në mes të partive politike. Në anën tjetër kemi deklarata të fuqishme se ne nuk dëshirojmë apo nuk do të bëjmë në asnjë mënyrë kryeministër zotin Kurti, dhe kemi pasur disa takime apo komunikime në mes të forcave politike opozitare. Gjë që unë mendoj se si njëra ashtu edhe pala tjetër, edhe në qoftë se Lëvizja Vetëvendosje së bashku me Pakicat arrin të merrë 2 apo 3 deputet të tjerë për të arritur shumicën prej 61 deputetësh, apo në anën tjetër opozita të krijoj qeverinë, 3 forca pra që kanë tani 52 deputet, e kanë të mundur së bashku me minoritetet jo serbe të krijojnë qeverinë, do të jetë një qeveri e pafuqishme për të marrë vendime të rëndësishme, një qeveri që do të ketë një mandat vetëm një vjeçar, pas një viti kemi zgjedhjen e presidentit, dhe zgjedhja e presidentit mund ta nxjerrë qeverinë pasi nuk arrihet numri i mjaftueshëm për ta zgjedhur presidentin. Unë mendoj se gjëja më e mirë që mund të ndodhte Kosovës tani pas përfundimit të këtyre zgjedhjeve, dhe gjë më të mirë që mund ta bënin politika jonë në Kosovë është krijimi i një koalicioni gjithëpërfshirës apo një koalicioni të madh i cili do të ketë mundësi të zgjidhë të gjitha institucionet, por edhe të marrë vendime të rëndësishme të cilat më tani janë pranë tavolinës së tyre. Pra, unë jam shumë i sigurt se kryeministri i ardhshëm, një nga detyrat e para do ta ketë takimin dhe përmbylljen me Serbinë, gjë të cilën presidenca aktuale e Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do ta lejojë të vëzhgohet të prolongohet siç është bërë në mandatin e kaluar të presidentit Biden. Ju falenderoj që ishit me ne, zoti Velio. Faleminderit, ishte kënaqësi.